Faleminderit shumë. Luftoj në fillim të kësaj ceremonie për 1 minutë heshje në nderim të jetës dhe veprës së Faton Osmani. Lavdi. E nderuara familje Osmani, të nderuar kolegë gazetarë të mediave të ndryshme, i nderuari kryetar Rama, nderuari kryetar Idrizi. Faleminderit shumë që jeni këtu bashkë me ne në këtë ditë që na ka bërë bashkë për ta marrë gjallë kujtimin për familjarin, gazetarin dhe bashkëpunëtorin Faton Osmani. Ikja e parakoshme në këtë ditë para 1 viti ka goditur jo vetëm familjen e tij të ngushtë, bashkëshortën dhe fëmijët, por edhe komunitetin e gjerë gazetaresk. Fatoni punoi dhe u angazhua në profesionin e shenjtë të gazetarisë për më shumë se 2 dekada. Në këtë tubim, të pranishëm janë miq e kolegë që kanë punuar me të në faza të ndryshme të rrugtimit gazetaresk dhe do të ndajnë kujtimet për të. Fatoni ka dhënë kontribut të rëndësishëm dhe të prekshëm në fushën e medias, që nga Kosova Live e Gazeta Lajm e deri te realizimi i ëndrrës për krijimin e një agjencie lajmesh. Dhe këtë e bëri para 15 vitesh, kur bashkë me Sevdën nisën Ekonomia Online. Një agjenci lajmesh që do t'i përshtatej kohës dhe teknologjisë që avanconte. Lajme të shpejt, por të konfirmuar dhe korrekt. Shumë shpejt ky vizion dhe kjo punë e udhëhequr nga Fatoni e vendosi ekonominë si lider të ofrimit të lajmeve dhe bashkëpunimi me media partnerë përveç Kosovës e kaloi edhe kufirin. Në këto vjet, 10 gazetarë dhe kameraman kanë kaluar kahzyret e ekonomisë online, ku e kanë mësuar dhe kalitur profesionin tonë. Shumë prej tyre tani punojnë në media të tjera dhe kanë poste të rëndësishme, fal punës për kushtimet e disiplinës në ekonomi të udhëhequr nga Fatoni. Kjo është diçka për cilën familja dhe agjencia duhet të ndihen krenar. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e njeh dhe është mirënjohës për kontributin e Fatonit dhe të ekonomisë online për zhvillimin dhe mbajtjen lart të standardeve të një pune që shumë shpesh ditë të jetë e vështirë. Në këtë tubim do të dëgjojmë nga zyrtarë kolegë dhe do të shohim një reportazh televiziv ku kujtime për Fatonin do të evokojnë disa prej miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë. Por do ta nisim duke ftuar për një fjalë rasti kryetarin e Prishtinës, zotin Përparim Rama.